Përshëndetje dashur miq, ritakojmë sërish bashkë, jemi gati për të startuar dhe për të nisur kështu puntatën tonë të dytë të Wedding Talks Albania. Do të kemi mundësinë të vazhdojmë edhe të flasim me të ftuarit tanë të cilët do të vinë dhe do të ulen në poltronin ton për të ndjerë hat, për të folur, për të komunikuar në këtë podcast i cili u pa dukshëm në fakt nga puntata jone e parë që arriti të depërtoj. Faleminderit për komentet, për gjithë hapësirën që na keni dhënë në rrjetet tuaja sociale. Me Sarën ishte e pamundur në fakt me vajzën aq shumë të dashur të mos ju preknim. Do të vijojmë edhe do të sjellim dy personazh. Kemi vendosur dy, do jetë një dyshe shumë simpatike, një dyshe e cila vjen nga fusha e muzikës. Do të vazhdojmë me ritmet e muzikës sot. Ata janë jo vetëm dy kolegë shumë të mirë, por mbi të gjitha dy artistë të cilët performojnë së bashku. Numërojnë shumë vite, po unë do t'i pyes kur të kem mundësinë t'i kem këtu në studio. Por pa humbur kohë, mirëpresim në studio Silvana Rusi dhe Adi Harizi. Ne do të kemi këtë anë meriton të dy. Mirë se vini. Mirë se të gjeta. Kënaqësi shumë. Yll. Faleminderit. Reatohemi si në shtëpinë tuaj njerë. Po, ja. Ndjet që të atje kultuk. Me Silvanën unë nuk e di numëroj një 3-4 intervista, po kjo është unike. Jemi në një podcast dasmash, Silvana. Po. Që na duhet më shumë. Interesante. Dhe ju duhet sezoni. Po, edhe ju duhet. Jam kurioze ta di kush e kishte këtë ide kaq brillante të këtij podcast. Kjo ide ka qenë kështu në bashkëpunim me Studio Jetin, me studion e njohur filmike këtu të dasmave. Si mund të ndryshe thuaj? Dhe unë gjithmonë në momentin që më flasin dhe më thonë për kështu për projekte unike jam gjithmonë gati. Ju performoni nëpër dasma, jeni prezente nëpër këto eventet. Sa vite numëroni? Unë kam shumë vite, po nuk e di Silva, edhe Silva. Sa vite numërojmë bashkë pas e kështu? Ne bashkë me Silva kemi 10 vite që. 10 vjet, një dekadë bashkë, Një dekadë. Mos ta kohë fundit kemi marrë më seriozisht këtë punën e dasmave. Kemi lërë kështu me kokë. Ja, jo, kemi realisht kemi shumë vite. U bën një dekadë me njëri tjetrin, ndërsa veç pastaj dihet që kemi punuar dhe para 10 vitesh secili në drejtimin e vet, por që po si lindi shoqëria juaj njerë? Po, nga muzika patjetër. Nga një ambient i përbashkët pune, ashtu ka lindur. Kemi qenë në një ambient të përbashkët edhe nga aty pastaj ka filluar bashkëpunimi jon. Po ishte kështu direkt miqësi apo ka patur këto bifet e saj, se mes artistëve dim që ka dhe konkurrenca kështu. Po, jo me Silvën. Po edhe momenti i parë që jemi jon, pa filtra këtu, kështu rehat fare, na tregoni nëse keni pasur, është normale të keni pasur. Jo, realisht nuk kemi patur në ambientin e punës që kemi qenë bashk. Unë mbaj mend shumë mirë që fillimisht kam kënduar me një koleg tjetër që bënim ato duetet. Edhe Adi ishte një këngëtare tjetër. Okej. Po një rastisi që këngëtarja nuk ishte aty, që bënte duetet Adi dhe tha do dalim bashkë sot, tha që ti bëjmë ato duetet, po dalim. Dhe nga ai moment, domethënë, kimia jon në bashkëpunim në këndim, në skenë ishte e jashtëzakonshme dhe nga ai moment ne bënim bisht atyre të tjerëve që u bët një dyshe ju e pandar më pas. Po ajo gjëja pastaj. Ju pyes një pa aventura më çmendur që keni bërë së bashku në muzikë, ë? Po tani gjatë udhëtimeve se ju dhe udhtoni shumë, jeni gjithë kohës në lëvizje me udhtime. Po ne, ku di unë faktikisht mbahem kështu si ajo natyra kështu aventuriere, shpirt bohemian. Po si që ne kemi kështu për kështu gjërash ne. Po unë jam e çmendura e grupit. Po aventura, tani për momentin nuk është se po vjen një se na kapë kështu ngushtin. Pas një aventurë që kemi qenë në Londër edhe ishim kthimin. Po. Edhe si ishte? Na iku avioni. Ju iku avioni. Atë tregoj ti. Ikëm vetëm ne, ishim dhe aty kolektiv, ngelëm vetëm ne katër. Ishit përpara eventit apo mbas pasi kishim? Mbas, po mirë, gjysmë të keqes, okay, tolerohet kjo pjesë. Ajo ka qenë me gjithë natën në lutën në Londër. Okej. I shifshe gocat. Ajo ka qenë me të vërtet me tura të bukura. Kështu si pa dashi, po. Një sfidë, ndodhi, po. Sfidë. Që ky kujton gjithmonë, po. Ka aventura tjera, po unë për momentin s'po i mbaj mend, nuk e di u. Ka goxhame sa dush hapur apo. Shiko, unë them që ta ndeznim pak atmosferën me zërin tuaj. Tani të kemi këngëtar të ftohtë pamundur mos këndojmë edhe pastaj jam i sigurt që rrugës do na bëj. Me këtë do ja kapim, me këtë do marrim një referencë do nga bukur. jugo, se ne kemi kështu si nga atmosferë dasmash. Hajde. Si dush. Si votoni ju stafi këtu? Nisi aty se kapim zërin e dytë. Okej.
Bebi kanë kështu nga jugu nga çunave. Apo jo. Ky është nga Shqipëria mesme. Okej. Ky jugun sikur është. Ore, okay, edhe Shqipërit mesme më. Mirë, ha ç'a duash ti? Atëherë për kënaqësinë e gjithëve, Silvana Rusi dhe Adi Harizi. Po më prit shoqtia sot për me dal me pije. O për me dal me pije amor. Halle dhe shqecimet moj, ti mys me rakije, ti mys me rakije amor. Se jam qënë Tirone moj, për shpije shoqtije, me ta bon Tirone amor. Se jam qënë Tirone moj, edhe për dashtije, fukara edhe I pasur, qefin do ta boje. Bravo atë. Eduardo, këtë të madhe të merituar. kemi këndu. Lumë si ju njerë që keni këtë profesion kaq shumë të bukur edhe realisht Ja, është... është bukur, po aq I A do bukur, t'i ata që I ndrojmë bashkë vështirë është. profesion? I ndrojmë? Hajde i ndrojmë njërë. Unë vja ty tjetër. Nuk e posedoj mirë, ja. Ja, është bukur t'jesh në eventet familjare, shumë në bukur. dasma, merrni pjesë në gëzimet më të lumtura, në ditën më të lumtur të jetës së një çifti. Edhe ja. është shumë bukur kur të vlerësojnë që ti t'jesh pjesë e atij gëzimi familjar. Të paktën ne kështu e Vlerësimi shohim. madh për ne të paktën, edhe është përgjegjësi e madhe Po. për ne të paktën se ti në Është edhe familje dhe çdo përgjegjësi, po kur punën ti e bën me dashuri, shumë. se ndjen fare. Absolutisht. Tani nis dhe sezoni, jam I sigurt I bindur që është full, kemi është nis, plot. Ja, filloj sot unë për shembull. Nisë kemi sot. filluar, nisë Xhanë, sot. Po nisin bare sezoni. Jam I sigurt dhe I bindur që keni pasur. Sidomos çunat Po. e kastit tuaj këtu I shohim për herë në ambientin. I shikoni, ja, jeni bashkëpunëtor. Ja, jo më kot kemi Bashkëvojt. ndërtuar këtë urë liste Sidomos më kështu. thonë çunë, ore kur të ikim tash nuk e di. Nuk e di. Ike ju të ikim ne. Jo, gjithmonë ata janë të fundit që ikin. Po, ne edhe çunat e kemi kamanët. Ore, thonë që sikur njerëzit po martojnë gjithnjë dhe më pak. Si, është e vërtet kjo gjë se më mirë se ju askush nuk mund ta thotë. Jo, më nuk është. Po, ku di unë varet si po shohin martohen ta- goxha, po varet. Nga konsultimet që kemi pasur këtu me çunat me stafi thonë që jo, dasma ka Shiko, plot. mbase I bien edhe një lloj lapsi, le të themi ekonomik, financiar, që e shohin ndryshe, thonë, okay, sa të bëjmë atë dasmën e madhe dhe shpenzojmë shumë, po I mbajmë vetë, po bëjmë ca pushime. Edhe kjo është. Po ku ka si ajo dasma, domethënë është kujtim shumë I bukur se pushimet ja, do shkosh do bësh pra pushime, nuk vërtet. është se ike vetëm një herë. Dasma Ndërsa një herë dasma një bëhet. herë bëhet. Një Tani herë larg martohet qoftë, njeriu. po, Tani dy se di dasma. se mund të martohet edhe 2-3 herë, po. Ka që vetë 2-3 Gjithsesi, dasma. E para mbajt mend Po, gjithmonë, sigurisht. gjithmonë. Cila është dasma më e çuditshme që ju keni marrë pjesë? Aman, nëse- Me veçantë. Ama në kemi shumë. E po. çuditshme, Do ta këtu do të ruaj. ndalesh. Kemi një po s'du ta përmend se kemi thënë dhe me një vend tjetër atë dasën, por s'du ta përmend më. Se si ka qenë? Ka qenë U kthy nga e dasma, u vështirë. kthy në U bë pak tragjike. tragjike. U bë. Po goxha ajo, po U bë. nëse s'du ta përmend më se Tragjike pse pati ndonjë Pati konflikt? një fatkeqësi që Oh. normalisht për momentin në dasëm nuk ndodhi ajo gjëja. Pak më vonë, domethënë që një pjesëtar I familjes së dasmës ndroi jetë. Dhe Ishte një gjë shumë kështu. ishte ka qenë Nuk pak kishte ndodhur në 20 nuk vite. na kishte ndodhur karriere, asnjëherë. kishte Jetë ndodhur gjatë kur ashtu. eventit. po gjatë Por e eventit. morëm, e mblodhen veten, edhe ato familjarë na bashkëpunuan me ne. edhe- Vijoi dasma, vazhdoi. Vijoi vijoi dasma dasma. sepse personin e çon në spital, por që pastaj nuk mbietoi dot atakut që kishte mësuar. Pra ishte vështirë. Ishte Po, vështirë, edhe u pra, kthe ato edhe për dasma. ne bashkë, ne. Edhe për ne, unë gjysmën e dasmës isha Po, sepse ju unë keni në vetë fillim isha kështu se Gjendje ky emocionale direkt. po, ky nuk po më thoshte tamam si janë gjërat. Pastaj kur unë që mora e vesh lajmon, unë atë dasëm kam qenë totalisht out gjithkohës. Po. Se ishte një gjë shumë edhe për këtë gjë e re, po edhe për mua ishte. Duke njohur dhe natyrën tënde emocionale, e kuptohet se si. Unë mund gela të lejuar. nuk funksionoja absolutisht, çfarë nuk e kisha funksionosh mendjen në fare fakt? tek Ishte vështirë, në ishte një vështirë. se thonë jo duhet të jesh profesional, po në një gjë të tillë është pak e vështirë Ti heqësh emocionet nga të vetja. jesh profesional. Mund të këndosh, po je gjithkohës kështu I ngrirë. Pastaj Kishte dasma më- përgjithësi janë vetëm gëzime, Po. atmosferë. Po kjo ka qenë Ishte një ndër më dasma. më rrallë pak dhe për mua. Edhe mos e qoftë vështirë. kur më për askënd. Po që e kalu me sukses. Çfarë nuk duhet të bëj kur një çift në ditën e dasmës? Ore mos të Si mendon? zihen, mos të rrifen atje, mos të rrihen me turin. Janë zënë. Po, kështu, ka jo, pasur dhe zën kështu? jo, po unë Zën ka patur raste në dasëm, nuk kam qenë me Adin, që nusja ishte gjithkohës me nerva e nxirr, thua ti nusa. kishin marrë me zor atë dhe kishin vënë aty. Edhe
kam qenë me një kolege dhe thoshte, ore çka ka kjo se duket sikur e kanë marrë me zor dhe realisht diçka kishte ajo, sepse ishte gjithkohës me nerva. Mund ta kishte natyrën ajo ashtu apo jo? Ishte Po për te natyrës së saj, ishte diçka diçka që që nuk shkonte, shkonte. dallon. Se natyra nuk jo ti me nerva të kthesh dhëndrit dasëm. Kishte diçka që shkonte aty. Okej. Mirë, tani do të vazhdojmë me një lojë, do të nxjerrim me një lojë shumë bukur. Unë do t'ju jap tabelat dhe silolastat dhe ju përgjigjen do ma shkruani. Pa. Kush e ka shkrimin më të bukur nga ju? Po të dy. Të dy, Okej, ja, do kalojmë në silolastat tani. I ndajmë shumë ndajnë vet, 50-50. Ua sa shumë flet. Kemi plot përgjigje, kemi. Kemi Tani plot. do më tregoni shumë. Ne nuk do ta shohim ky. Ne nuk do t'ja shohim njëri tjetrit. Ajo është interesante, mos e A, pra. shikojmë pas. Do shikojmë se sa miqësi keni ju të dy edhe se sa shok të mirë jeni dhe se sa shumë e njihni njëri tjetrin. Kujdiet. E njihni njëri tjetrin si mendoni? Ha? Deri diku them si po. Deri diku po. Sekrete ndani kështu me njëri tjetrin? Uf, Ndajmë ca, ndajmë. plot. Ndani patjetër. Tani do më thoni personazhin, do ma shkruani personazhin e showbizit që keni bërë thashë themin e fundit për të. Emrin do më Për shkruani. të? Po, keni bërë një thashë them. Mos bëni se kur s'keni bërë thashë Se themin se s'ishte gjithë bërë bërë Faktikisht thashë unë nuk them. merrem me këto showbizit fare të paga të pshom atë. Emrin e artistit. Që kemi folur për të. Shiko, thashë themi mund të jetë ose negativ ose pozitiv. Mjafton që ju keni folur. Keni komunikuar. Mirë, thashë për them të. Okej, e fundit fare ishte Ma pozitiv. shkruani. pozitiv. Pozitive. Diplomat, Adi. Ta kopjoj çik. Kurioz jam zbuloj emrin. Pas ka shumë të gjatë ky. Pak në fundit që bisedum, Silvana, shkruajt e ti? Po shkruaj ta. do të më të tregu ty tani. Hajde na i tregoni tani. Ju si Alban Skëndera ju. Po ishin një Okej, mohabet dua që ta parë. të Adi, dy po do që- i zbuloj, po nisni me Albanin një. Adi ke shumë drejt, na fal. Po tani atë po diskutonim. Për çfarë keni folur për Albanin? Po ishin Po, të albumin e këngë aty fundit? edhe Për albumin e fundit? edhe thashore më duket të E gjitha ka çara idealat albumin. si shumë AI këto. Shumë pozitive kjo. Nëse po Okej. po ishim të diskutuar më Ti atë. mendon se është bërë me AI? Po më duken si Jo, janë mund- të gjitha. Janë shumë të Do të bukura. thonë albumi i fundit duket që ka një lloj energjie të përdorimit. Një lloj Sunë. Them prekje. që është bazuar. Është bazuar, ka marrë baza. O zoti basi ishte një deklaratë shumë e fortë, por që prap janë materiale shumë të bukura sepse mos bëjmë kot tash. po, këto të AI-t apo Tek këngët cilat që janë- bëhen me suno në përgjithësi, nuk është të thënë që ti nuk e ke krijuar vetë tekstin apo vin melodike, thjesht të ndihmon për një orkestrim, që ti nuk ke kohë dhe nerva të shkosh në studio Nëse- dhe ta orkestrojnë, por ti e ribën edhe njëra të gjë nga fillimi. Ndjesia ngelet dhe ne pak a shumë Jo, se për mua E kuptojmë. Alban Skënderja. Po, që është një gjë- paga nga unë, Po. por duket albumi më i bukur që Duke dëgjuar shumë mund këngë të që ketë janë bërë me patur. AI tani, them base mund të jetë ky bazu deri diku te këto Po. albumi i fundit Albani. Por jo, ai mendoj që është i aftë për atë gjë dhe e bën shumë mirë. E kuptoj. Gjëja që do të donit të ndryshoni tek njëri tjetri. O zot. Do ma shkruani edhe këtë. Çfarë do të doni të ndryshoni? Çfarë të shosh ti mos i apo. Mos kopjoni, ja? Pa kopjuar. Nobody's perfect. Askush nuk është perfekt, gjithmonë ka gjëra që duam t'i ndryshojmë, të mos i kemi. E shkruaj ti Silvana. Jemi gati. Unë Okej, nisim me ti. do doja të ndryshoja këmbgulljen e tepërt që ka Adi në ca Këmbgulljen. gjëra që s'duhet ta ketë. Mos jetë shumë nevrike. Silvana nevrike, ua, Kokë çfarë shkëm, zbulova? kokë shkëm. Pse nevrike, ku, Jo, si? këmbgulja Si shtek. Ka më kokë shkëm Ja. si kjo. Ishim duke ardhur duke studio dhe po diskutoheshim një Po. ama nëse më bëre kështu. Jo, po nuk është kështu se kështu është. Thash, po ti ku e din? Tash bëje ti herë dhe ta provojmë. Ishim muhabet, ishim muhabeti. Muhabet, po. I këtyre që rinë në rrugë të janë të cakë që janë- kërkojnë lypin. Po, që dalin në rrugë, Po. por që janë të gjymtuar dhe rinë në mes të rrugës, mund të ekzistojë mundësia ta shtypi makina. Ky thoshte, e ha hamburgun shoferi sepse ai është i paaft. Nuk e han fare, sa ai që është i paaft s'duhet dali aty. Po shpagudisia jote është më keq ai që është. Po me pse duhet aftësi dali ai aty kufizuar. tani? Ti Ai nuk duhet të dali aty, përdesa është i paaft, ai nuk duhet të jetë aty. Po kush e thot këtë? Unë.
Share në studio, po lajmin. Shikojmë pastaj. Nice. Dy miq edhe zihen me njëri tjetrin, a? Ua, patjetër. Po ky këmbguljen e ka në ta gjëra që s'duhet ta ketë, e ka të fuqishme. Çfarë jeni horoskopi? Virgjëresh. Virgjëresh, e kuptova, e mora vesh. Ti je me tënden. Ti jeni edhe shumë strikt ju, po ti çfarë je Silvan? Binjak. Ma ke thënë binjak, më mirë. Shkoni ju me njëri tjetrin kështu, si shenja. Po, shkoj me vit. Shënto rrafe të zikit koha sa ma. Okej. Tani, kolegu i preferuar në muzikë. Kolegu i Thjesht fare. preferuar. Nga grupi, nga rrethi, jo. Nga rrethi, ku të doni ju në tregun muzikor, që e keni një të preferuar, domethënë një emër që ju e doni fort, shkoni mirë me njëri tjetrin, keni marrëdhënie të mira. Po shoqti. Tani ne, mos e di për radhin, po unë nga që kam shumë vite që jam e rrethuar me dy miq të mirë si Adi edhe Jusi, edhe nuk është se kam patur shumë të nevojshme këtë pjesën e të tjerëve jashtë rrethit ton. Po gjithsesi ka shumë kolegë që unë ndiem shumë mirë kur punoj me ta që nuk jam me Adin edhe me Jusin dhe nuk e di kë mund të veçoj, po ka dhe gata që si duroj. Përveç Jusit, për shembull një emër që ti e vlerëson, që ke pasur marrëdhënie të mirë. Po ua që tani, do na ngjelet hat. Tashim pas marrveshje do kemi pasur do kemi me këtë punën që merrem ne, po. Paktën edhe nuk më vjen o Axhi tani vjen. Që kam bashkëpunuar. Adi ti erdhi për shembull, dhe shkruajte një emër ti. Kush? Po tash. Silva dhe Jusi. Po mirë, këtë e dia, unë thasë se shkruaj ta abstenim. Shiko, pse ku është konkurenca, domethënë ku qëndron konkurenca më e madhe mes artistëve? Tashi konkurenca nuk e di këto fundi e kanë filluar shumë me këto, sidomos të këngëtarët, do me gjithmonë me qenë pa. Edhe po hahen shumë pagën ke pjesa e muzikës popullore. Unë pagën jam tek profili im jam prezantuar me këngë popullore. Dikur u paragjikonin ne. Na thonin ua ka më këngëtar dasmash. Këngëtar dasmash, ka qenë një stigmë kjo, një tabu. Bigët janë në fakt tani. Ndërkohë tani këto janë bërë kanë ndërhyrë tek kjo dhe janë bërë më keq se ne. Më keq. Pra ju ti po thuaj se këngëtar të cilët muzikës së lehtë ose muzikës moderne po futen tek ju. E kanë kur na paragjikonin shumë. Paragjikuar këtë lloj muzike e bëjnë vetë sot sepse ku ka më bukur të këndosh muzikë popullore në fund të ditës. Unë kam bërë muzikë të lehtë gjithë jetës, muzikë të huaj, shqip të lehtë dhe unë e dashuroj muzikën popullore. Dhe sot, domethënë, pas kaq vitesh njerëzit mendojnë që u këndoj muzikë popullore, ndërkohë që jam totalisht, domethënë, kam bërë muzikë tjetër në fillim. Unë doli doja duke thënë që bëj më këngë popullore sa më shumë. Si po merrem me ca projekte me kënga festivale. Unë do të merrem me të gjitha, s'ka për të lënë kurrë. Silva shkëlqeu një herë tek nga magjia. Unë do merrem me muzikë popullore, do merrem me muzikë të huaj sepse unë domethënë pavarësisht se shpirtin mund ta kem diku tjetër, por kemi edhe këtë tjetrën që e kemi praktike pothuajse gjatë gjithë kohës që duhet ta bëjmë. Domethënë shumë artistë sot po kthejnë domethënë nga muzika lehtë po vinte popullorja. Pse ndjejnë këtë lezetin e lekut, përfitimit monetar, ku qëndron? Normalisht është ajo përfitimi monetar, që është më e rëndësishme, edhe që e para është një përfitimi monetar. Po. E dyta është ajo ndjesia me njerëzit, publikun që ke afër, edhe e fundit lehtësia që ke ti me muzikën popullore, që mund ta bësh si të doj qefi ty. Kurse kur do dalësh atje te ajo skena, nuk mund të bësh si të kesh qef ti, por do të qëndrosh strikt atyre rregullave. Nuk mund të luash, le të themi. E drejtë. Okej. Kemi një pyetje tjetër që shkruajmë. Do më tregoni një vestë të secilit. Vestë? Po. Para se të këndoni për shkak. Para se të këndojmë. Po. Ose edhe vestë tuaj kështu, Do ta shkruaj këtë apo ta? Po duhet ta shkruajmë. Ç'a vesi më? Para se të këndojmë, ç'a vesi ke ti? Para se të këndojmë ne. Ç'ke ti bën ti, unë di vestet e tua ti, vestet e mia. I vin direkt aty përgjigje, tak. Adi po e shkruan në këto momente, një vestë. Po më s'e di. Ç'a vesi? Ke kopjuar ti në shkollë? Ç'a thua ti? Nuk e shoj dallon mirë. Ta tregoj. Kush është ai që skopjon aman?
Po të gjë nga që do të bëj 100 foto, jam bërë si Fadil Berisha. Si jetë më këtu arë për shpirtin më. E po I kanë gocat këto. Po mirat e po jo, po ti nuk din ti. Po si s'di më kjo më çfarë bëjmë Është halki, ta besoj. Kurse vesi që ka ky, do që ta marru me makinë gjithmonë se do ta papi një gotë. Okej. E po mirë, ja shikoj. Shoferja personale e këtit. Ja, ma jasë. Jo, Saadi nuk është se Nuk është se pije unë. pin. Ore si ja bën njerëz se për shembull në dasma hajt mirë, pijet mirë, sidomos në dasmat shqiptare. Është e vështirë të mos pish për shembull. Po dhe të hasë duke ditur që këndoni apo jo, duhet të si është kjo pjesë. Unë Ngrënës, si thuhet tilla raste. Dashamirës të ushqimit. S'na le ai nepse, pavarësisht se mbajmë veten gjithkohë se aman le, duhet më mbajmë çik ditë. Por nuk na lën nepsi se kurse për alkoolin e kishe në Vetë përgjithësi. alkooli, po, alkooli ndikon pastaj unë nuk drejt është për se drejt. pi alkool, po thuaj se fare nuk pi, se nga që thash pra, unë jam shoferja personale. Ti je shoferja në këtë moment. E, Adi. Ai fotografi ti shoferja tani. Përgjithsisht. Lutem shumë po. Tani jo shpesh, kuptohet sa herë ne na qellon që punojmë bashk. Po jam shoferja personale. Edhe thot, okay, mi qenë se ti jep makinës ta pini gotun, pa pije. Se jam unë. Unë nuk Ja pi. bën halal. Si në makinë, si pa makinë, nuk pi. Ja, okej. Tani, hera e fundit që ju është thyer zemra, po do ma shkruani të njëri tjetrit. Ose nëse nuk e dini të njëri tjetrit, Në çfarë aspekti të keqen se ky e ka një personal, profesional, a profesional, okay, ku se të doni ju, personal. po që është thyer zemra, që është thyer besimi, që jeni zgënjyer. Jam as. Na shtyr besimi për Zotin tani së fundmi, po hajt, tani shpejt. Pse? Jepi Silvan. Se di kam çfarë po thyer besimi. Po, Si na merren shtyr, vesh, ë, me njëri ne tjetrin edhe jemi- me sy, edhe me Ne sy. jemi grup. Kështu që nuk mund të bëhet fjalë për ne dy këtu, jo për jo, mirë, po na shtyr rrethit dhe ne shoqëror. besimi. Okay, Rreth shoqëror. Hajde. Hajde japi. Jo, unë nuk do të hy në hollësi, por së fundmi na shtyr besimi në rreth shoqëror. Qa mund të them më tepër, thjesht kuptojmë që ka dhe njerëz të tillë në jetë. Në planetin Tokë. Në jetë. S'ka asgjë. Ske, nuk ka ndodhur për Adin. Do më Nëse nuk kishte shkruani lidhje. tani në flet do më shkruani arsyen që keni qartë për herë të fundit. Wow. Personale. Dhe të shpresh emocionet, nuk është fare gabim. Kur bëra 34 vjeç. Bëre 34 vjeç. Tani afër e ke pasur, ditëlindjen. Kishte bërë një photoshooting shumë të bukur Silvan. Faleminderit. Unë bëra 34 vjeç. 34? Edhe unë mërzita shumë që bëra 34 vjeç. Do thoja 25. Faleminderit. Unë mërzita Nuk dukesh shumë. fare. Ha. Ja mali. Ky çan. Përse ke qartë ti për herë të Na fundit? ndodhi një fatkeqësi në familje, por ishte një djalë i ri edhe drojet, edhe ishte shumë e rëndë për mua të paktën. Në këto momente Edhe ne burrat çajm ka herë. patjetër që po. Ishte shumë e rëndë. E kuptoj. Okej, një talent i fshehur i njëri tjetrit. Që keni një talent, po? I këtit? I këtij tandi. I këtij, hajde të bëja në njëri tjetrit. Talentin e fshehur. Çfarë talent të fshehur ka Silvana dhe çfarë talent të fshehur ka Adi? Se miqtë ngushtë ata që na njohin më mirë, këto skudat e errta kështu të jetës tonë janë pikërisht ata të cilët na i nxjerrin edhe në pasëm. Ata i tregojnë jo për gjë. Imiton shumë bukur vokalisht këngëtarët. Imitim Po. vokali. Po. Bravo Adi, okay? Aktore komike, po mirë tani. Të lutem shumë, na më dolet në shteg, po se i keni këtë aftësi. Hajde pra, ja sheshi ja Mejdani. Ja dhe ju kapetanët këtu. Që do imitojmë. Këtë mundon të imitoj. Këmë? Këj qanti, këj qanë, këke Ja, speci. këtë për i kong të... Aha. Asa këtu, Hajde. Aleksandr Gjokër. Nuk është e bëj fiks, po. Ti nga futi kotë. Hajde jepi një E tentoja. ftakoto? Sytë tu i desha këtë natë, te ketë si vetëm në mërzi. Valla do më flisje prap, e me vetën ti me djej qudi. Ne po e bëjmë si ne tani. Koha pa ne mbet si e ngrat, Wow. uni pa vat Wow, në wow, wow. dashuri.
Sa kujtime kthem prap, e më sjell në mendje ti tani. Wow, për një moment nëse Jo, si haroj unë atasi, dek më ndiqti në çdo qast, në çdo moment. S'ka marruar pudjet gar, dhe pse fshehur në i lambi ku atje. Ej, të thras dhe të mendoj, ndaj të lutem sot afro të takoj. Do se vitet i kishpej, o pse na ndaj. Wow, çfarë imitimi realisht. Nëse do mbyllja syt, do mendoja Aleksandër Gjoka në këtë moment. Ky faktikisht tani ishte pak si më shumë vetvetja, nuk e di, zon emocion. Po ti, ku ishte si aktore komike? Ku je Silvana si aktore komike? Unë nga që kur jam me këta në përgjithësi bëj shumë humor ose imitoj ato që kam rreth vetes, domethënë shoqërinë e këto. Kej çanti për shembull. Merrem unë gjithë. Okej, hajde tani. Hajde ta kapim imitim. Me kë? Këtë imitoj tani. Po që i bën ca gjëra ti ca mimika, ca gjëra kështu ama mi. E bën. Imiton ca kodjone, është pa parë fare me këta imitimet, ta mimikat e fytyrës që i bën. Ta syre i mbyllin sy kështu ashtu. Horror. Horror. Përshëndetje teleshikues të nderuar, jemi sot në podcastin Wedding Talks Albania. Kemi dy të ftuar të mrekullueshëm. E di që së bëra tamam si ty. Do t'i kemi pas pak në studio. Pas pak në studio. Po. Ja. Jepi njerë me një refren tjetër të bukur muzikor. Një refren të një materiali që e keni bërë bashkë. Zemër quaj? Po zemër, sa do doja, kemi shumë materiale bashkë. Hajde, jepini. Mo sa do doja? Sa do doja e qenosh. Atë, o sa mirë, sa do doja kam unë, më kam vetëm. O sa mirë jaman, o sa mirë jaman, kombinoj nana, shumë po shkojna valla. O sa mirë jaman, o sa mirë jaman, kombinoj nana, shumë po shkojna valla. Valla i shumë shkoni, po kombinoni shumë me njëri tjetrin. Faleminderit. Po ore, jeni zënë njerë ndonjëherë ju? Bashk? Ha? Si një herë. Një herë. Shumë. 500 herë. Po çfarë thumë? Për çfarë? Shiko, nuk është se zihemi edhe nuk do flasim për jetë e kur dëgjon. Edhe duke kënduar. Ama mos Ne tani. thjesht prandaj thotë ky mos bëj, është nevrike. Po tani janë ca gjëra që po mos e bëj se mund të dalë keq kjo gjëja, kështu e mendoj unë. Ky se mendon ashtu, kërcet. Kërcejt pastaj, kërcejt. Mirë. Sini me gjajgjëzat njerë të pyes. Po, Mirë? mirë jemi. Mirë jemi. Do i testojmë tani miq dhe do shikojmë se sa të updateuar janë me gjajgjëzat. Ka qaf por nuk ka kokë. Qa ka? Ka qaf. Ka qaf por nuk ka kokë. Që ndihmoj e kemi këtu prezente këtë sendin, si mund ta quajmë këtë sendin? Ka qaf por nuk ka kokë. Po, ka qaf por nuk ka kokë. Stativi? Mund ta themi po, Mi. se ka një lloj kuptimi, Bravo, kështu që Silvana! po bravo Silvana, bravo. Ka dhëmb por nuk ha. Ka dhëmb por nuk ha. Ka dhëmb. Ka Mos dhëmb. është gjylule? Ka dhëmb 8 dhëmb, 10 dhëmb. Po duar. Gishtat. Ja. Më shumë keq me këtë gjë. Kapsa. Ja. Ua. Me qa... Vëshë ndihmojnë për flokët, për shembull. Po thash për kaps krër. Bravo, krër. Bravo. Çfarë thyhet pa e prekur? Çfarë thyhet? Pa e prekur. Zemra. Zemra kështu, konkrete, po abstrakte. Abstrakte. Po diçka që bëhet për shembull. Ndjenja. Ose Emocioni. premtimi. Premtimi. Bravo, Aty. po Makmit Silvan, bravo. Aty janë ato. Aty janë, po. Për këto gjëra shquhet Silva, për Bravo. Logjik, çka ke pas matematikë? Nderove. Matematikën apo gjyletërsinë se Matematik. S'është logjik kjo, ka të bëjë me procesin tani e unë në matematikës. maturë kam nxjerr 7 ose 8 me zor, se s'kam qenë mirë Okej, matematikë. logjik na pas këtë mirë. Çfarë laget
sa më shumë që thahet. Laget sa më shumë që thahet. Laget sa më shumë që thahet. Ose sa më shumë që thanë, për shembull ai laget. Peshiri mo. Bravo, 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 bravo. E madhe. Ka shumë çelsa, por nuk hap asnjë derë. Ka shumë çelsa. Ka shumë çelsa, por nuk hap asnjë derë. Çelsi zemrës. Është një instrument Çelsi sol. që bën muzikë. Çelsi sol. Bravo. Adi, po da gjente edhe një Adi tani, të lutem shumë po. Lutem shumë. Çfarë ngjitet lart dhe nuk zbret më? Shpirti. Sa vjen ngjitet? Gjithmonë Shpirti reja. ishte kjo pjesa që ishte më Mosha. zbritur ti. Mosha. Bravo, na bravo, fal. bravo, bravo, bravo. Tani, kujdes këtu. Baba i Maris ka 5 vajza. Njëra quhet Nana, njëra quhet Nën, njëra quhet Nini dhe Nono. Si quhet vajza e 5? Maria po. Bravo, bravo, bravo Adi. Jo, po m'fal, ishte Maria ka 5 vajza. Jo, Baba i Maris ka 5 okay. vajza. Nana, Nana, Nini, Sa Nono bukur dhe si dëgjova. quhet vajza e 5? Po, Maria. Tamam. Po. Një gjel bën vezë mbi çati, nga cila anë bie veza? Nuk bën gjel veze. Ajo. Nuk bën gjeli veze. S'më vjen. Bën veza gjel. Nuk bën veza gjel, ja. As gjeli vezë. Veza gjel. Sa muaj kanë 28 ditë? Sa mua ka 28 ditë. Sa muaj të vitit ka 28 ditë? Vetëm shkurt një Kurti njërë në 4 vite. Ja. Jo, po të gjithë muajt ka nga Bravo, 28 bravo. ditë. Kjo po, është kleç ka këtu. Po, Të gjithë muaj, të gjithë po, muaj. po. Çfarë është ajo që sa më shumë e mbush, aq me lehtë bëhet? Sa më shumë e mbush. Po, aq me lehtë bëhet. Ka të bëjë me ndjenja? Me- Me një truri. objekt, me një objekt që fluturon diku përdallë në atmosferë. Sa më shumë e mbush, me Po, letë bëhet aq më shumë balon? bëhet. Balona, bravo. Balon. Balont. Më mahnite. Më përket mua për të tjerët e përdorin më shumë se unë, thot. Emri. Bravo. Fix, tipika. E saktë. E gjetëm? I gjetë të gjitha. Bravo. Me gjëza që keni ekscelent. Po thash jam keq, po që kam mirë. Ekscelent fare. Jemi tani te momenti i prenkut, do duhet t'i bëjmë një prank një artisti, këngëtar, artist, fotograf, aktor, çfarë moderator, çfarë doni ju. Çfarë do një skenojmë tani? Unë gjithë me pikë kuqe. Më mirë t'ja marrë Silva se Silva është më Këngëtar, delikate. ju se marr dot sepse është një kështu mbledhje familjare. E kam mbove mora. Ose edhe familjare. Po vllajin që ka Vllajin, fotograf. ti ke vllajin, fotograf, po. Po, prit. Fotografin. Po çfarë do i skenojmë? Çfarë do i themi? Ja, Si pret emocionet ai për ballon mirë kështu? Do shtip emocional. dëgjon Bëjmë do i një themi. trazi. Ta më atë për sot i them që s'm atje Kjo kolla. në tasëm se kështu shumë ka dalë një problem. Një shokun tim po ka mallë se mërzik. Dy do bëjmë, po do ta bëjmë dhe me ty pastaj patjetër. Alo, Okej. qa bën? Ha, hiç hongë bukë fiqe vdiq. Në shtëpi. Më dëgjon, në shtëpi e? Më mori njëri për një dasëm edhe më tha që për ty, do më thëmë për foto, video, për klipin e për këto, për të gjitha, po tha, a ka mundësi të më jepësh numrin, tha që të flasa se nuk kam shumë mundësi për ta bërë, do më thëmë nga ana financiare, nuk ka lek. S'ka lek edhe, ku di gjë, unë do ta shpjegoj vetë ai se ishte si tip rast kështu bamirësie. Okej, nëjshtë gjithë është. Qa jap numrin unë, të bëm punë. Po, jepja, po për mishti për dasë të bëjmë, po në gjithë. Po varet si e ka hallin në burr. A qafto, ti për dalli që të këtë në jetë, ty se shumë vetë, të të situatën. Bravo, çlim Rusi e hëngë prenkun. Bravo! E hëngër prenkun, thoj. Jemi në emision, jemi në xhiri. Jemi në emision Wedding Talks Albania, e hëngë prenkun, me pafshëm. Qa prejku. Qa prenku? Të përshëndesim, të Ciao. përshëndesim. Paçim. Hajde, qao, kaloshi mirë. Ciao.
Një edhe sportiv në fillim, ë? Ua, po patjetër. Jo tha, s'ka tha, nuk bëhet Po, keq. Kush është ai tha që bën dasma pa lek, po s'ka faj, ka drejt. Po normal. Të marrësh profesion tani, të lutem apo shumë. janë S'pa marr boll, mjaftioshme Ha? është. Ço do marrim? Ja më thjesht që marra të shokun tim Merre, bëja mo. se. Hajde marrim. Po Merë ço do me the, e thua? thoj nuk vi dot se më ka dalë dasëm shumë e rëndësishme. Ju ndërkohë keni sot apo jo? Po, kam unë sot. Po, ose më ka dalë ndasëm tjetër thuaj ti, po, shumë lekë, me më ma, shumë the, lekë me. dhe normalisht ai bie Shife vete, më po ç'a bëhet. ku kam interesin dhe unë aty do shkoj. Gjatrori. Po. Aty do ik trurin ndërkohë. Ata bletesh më do vushi çik. Kush kjo dasma në Tiranë bëhet këtu? E këti nga E mora vesh. Po. O bledi, Adi, ha më vllai ç'a bune? Si kalove ti? jeni. Mia për zotin, qa Ha, bone? apo shovën e çik ti? Po, qa bone, si ka love? Po mirë më bledo ja. Tu, jam kam dal pak, tu me një shok tu pi kafe, po dëgjoj vllai. Për sonde jemi atje ne ka Isebeti? Po, Mos mër burr më ka marrë jone me i tasë me shumë lek më bledo, që bëhet më burr. Si thuti? qa thore? Për zotin. Ha, si meno? Po jo, më. Po i e po ku të gjem, kësa jem në i tjetër. Po qena një që dushu, po amon, shumë leka bled. Pashu, po mora shumë t'jap në ty na gjo, lase. Edhe, po qa thur, burr, po thonë që ka shumë leka, la, për ne. Si me ndo ti? Po mire, po i më. Ta e zemrën ty. Ishte një prank kjo Wedding Talks, burr, se jemi me emision me Silven edhe thash do ta marrë çiket shokun ti. Pa jam vllai, po nuk le vllai ti kur në rena, burr. Nuk të lë. Hajde të përshëndesim bledi. Bledi. Hajde, ciao. Wow. Ky ishte tamam shok për kokë, ë? Shok për kokë. Na knashi. Po, Si tha, por. por e tha i këtha. Toleron fare vllai. Unë si thashën tash. Jo toleron, po kur bën zbriti. Rregulloj dhe vllai ti. Pa mirësi. Patjetër. Para se ta mbyllim, edhe një tani kemi këngëtar të ftuar. Me çfarë do ta mbyllim? Edhe një mesazh në fund, po para se ta mbyllim një refren të bukur. Çfarë doni të performojmë sot? Unë i them gjithë miqve, shokëve, kolegëve. Një këngë dasma, Sezon sa më të mbar, Më të mbar, po. sa më pak lodhe, sa më shumë lek. Amin tamam, ë. Edhe tani. Ore, edhe një pyetje kishon, bakshishi më i lartë që keni marrë në dasmë. Das, ma barë, të më thonë, Mi lartë i fare. Unë jam shumë realist. Po. Diku ke 3 milion lek, nuk kam 3 marrë milion lek. shumë të mbaja, Po. mos më thonë të japo 10.000 apo 20.000, nuk kam marrit kur atë. unë 10.000. 10.000. Po ke arrit. I ke kapur Silvan? Bravo. Bravo ti Silva, ke arrit. 10.000, brenda një nate. Allah, bravo. Edhe Gati. kapi ti Qa të knoj? jam për ty tani, unë knova ti çon dy këngë. I knove ti dy, po dhe unë e knova një. Se, Një këngë që si e nisni ju dasmën për shembull, si e nisni një dasmë? Hej, hopa jalla digi dibi dibi Ja, dopa. Me këtë e nisni? Mirë Roma, Mirë. o mirë Roma, zoti shpise. Mirë Roma, zoti shpise. A ke buk o me na dhone, a ke buk o me na dhone. Bravo. Faleminderit. Ka qenë ky Sonte kemi Darsëm. Darsëm, ë? Ja dhe kështu, na keni dhënë sot komplet Faleminderit. panoramikën e një Faleminderit. dasme, kemi marrë shumë informacione sot edhe jepini dhe me një mesazh të fundit, çfarë do doni ju të komunikoni për gjithë audiencën që po na ndjek në Keni këtë mesazh moment. ti? Mesazh, unë rroj të gjithëve sezon sa më të mbar, sa më shumë dashuri, Kolegra, harmoni. aty e ka. Aty Lekë, bereqete, gjithë mira dhe kësaj dynjaje. Kolegët i uroj kolegu zotëria, ndërsa unë për njerëzit në përgjithësi, për gjithë ata që na ndjekin, që ju ndjekin dhe juve, jetoni me dashuri, me pozitivitet, se vetëm ajo mund t'ju çojë përpara në jetë, se të tjerat
Na kanë kënaqur. Sa e bukur. Edhe ardhur shumë nga një vajzë që dita përcjell pozitivitetin në çdo milimetër e centimetër, vlen pa diskutim shumë. Faleminderit për mesazhin, sepse dashuria është pikërisht ajo e cila është dhe kryefjala e podcastit tonë, edhe sa më shumë muzikë, dashuri, edhe merrni jetën më thjesht, me qejt apo jo. Sa është mizi. Ta mbyllim. Faleminderit shumë që u kisha dhe ju uroj sukses e pafund. Faleminderit edhe ty, edhe inshallah sezon të mbar. Faleminderit. Bashkarisht të gjithë bashk. Do ta shkpusim këtu miq, do të përfundojmë podcastin për ditën e sotme, do takojmë misterisht javës tjetër me një të ftuar special. Natën.